Kjo është xhamia e Çirezit në Skenderaj, në të cilën me 30 prill 1999 u futën mbi 170 burra shqiptar. Të nesërmen 121 prej tyre u vranë nga forcat serbe. Përveç xhamisë në Çirez, gjatë luftës në Kosovë, forcat serbe shkatruan qindra xhami e objekte fetare islame. Më 2 maj 1999 u doq xhamia pranurës së Ibrit në Mitrovic, e ndërtuar në shekullin e 18. Ajo më pas u rafshua me eskavator dhe nuk u rindërtua as pas 26 vitesh. Në total, sipas Bashkësisë Islame të Kosovës, 218 objekte islame u shkatruan, u dogjen ose u demoluan gjatë luftës. Vetëm në Pej u shkatruan 35 xhami, përfshirë xhaminë e Qarshis, të ndërtuar në vitin 1471. Në Gjakov u dogjen xhamia e Hadumagës, e ndërtuar në vitin 1595, xhamia e Feta Agës dhe medreseja e Madhe. Edhe në Rahovec, Suharek, Prizren e Prishtin u rënuan qindra objekte islame të trashëgimisë son. Xhamit nuk u shkatruan vetëm me zjarre barut, ato u shfrytzuan edhe si vende torturash e masakrash. Në Krushën e Madhe, xhamia u përdor për grumbullimin e civilëve, të cilët më pas u privuan nga jeta. Edhe pse forcat serbe tentuan t'i zhduknin xhamit nga themelet, sot në Kosovë po rritet një brez që e do fen dhe atë dheun.